vërejtje për një gjest jashtëzakonisht në kundërshtim me rregullat, po mbas edhe me ligjet, sepse në Kuvendin e Shqipërisë është një institucion ku punon një administratë e nderuar, si në çdo institucion tjetër të shtetit, e cila nuk mund të vihet nën presionin e deputetëve jo, apo dhe të dhunës fizike. Ata kanë ardhur dhe punojnë këtu për të mirën e përbashkët, punojnë për shtetin shqiptar dhe nuk duhet të vendosen në situata të tilla absurde dhe të papranueshme. Dhe ju lutem, ne deputetët e Kuvendit të Shqipërisë duhet t'i japim shembullin të parët në Shqipëri se si respektohet ligji dhe jo t'i japim shembullin e kundërt se si shkelet ligji këtu në sallën ku bëhen ligjet e Shqipërisë. Fjala për ju. Të zhvilluar të seancë të mbyllur është skandaloze. Dhe me qëra fjala për sa i takon sjelljes time, zoti kryetar, këtu kam një kallëzim penal. Ky kallëzim është për të gjithë ata që javën e kaluar dhunuan një përfaqësues të opozitës i zgjedhur me votat e qytetarëve shqiptar. Ky është një skandal i vërtet për të cilin ju, kushdo që ka marrë pjesë, do mbaj përgjegjësi para drejtësisë. Ky është kallëzimi penal. Me qëra fjala. Tani, ju nuk e kuptoni që jeni bërë thjesht qesharak. Qesharak. Me këto marrëveshje tuaja e provuat njerë. E provuat mendoni se do i shpëtoni drejtësisë duke bërë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i bërë qefin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E provuat me bordin e paqes. Menduat se shpëtuat. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që jo vetëm që hetimet kundër Belinda Ballukut, e cila ju mban peng, jeni peng të Belinda Ballukut, vazhduan, por përveç akuzës për shpërdorim detyre, ju ngritë një akuzë tjetër, për korrupsion. Ju që vini këtu dhe e shisni veten si pro-amerikan, po ju vetëm pro-amerikan nuk jeni. Ju nuk e kuptoni, ju jeni një tuf të korruptuarish, të rëndomt, që vidhni popullin më të varfër në Europë. Dhe na vini këtu, na shiteni... Faleminderit, zoti Sheh.